Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit mëngjesin e kësaj të enjteje ka qenë sërish në Vlorë. Në qytetin bregdetar IKMT ka shembur një objekt biznesi që funksiononte prej vitesh si bar kafe, pranë tregut të Çoles. Ky objekt prej vitesh ka qenë i ndërtuar në themelet e pallatit 1300, i cili më pas u dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Shembja e kësaj godine biznesi është kryer për arsyen sepse ky pallat i dëmtuar do të rehabilitohet dhe pikërisht ky ndërtim ishte arsyeja që e pengonte projektin e rehabilitimit. Gjithashtu edhe sipas autoriteteve vendore, institucioneve lokale në Vlorë, ndërtimi i këtij biznesi në themelet e pallatit ka dëmtuar kolonën mbështetëse të godinës së banimit peskatëshe, duke qenë një prej faktorëve përse ky pallat është dëmtuar nga tërmeti, duke patur dëmtime të konsiderueshme infrastrukturore. Pallati 1300 prej 2019-s vazhdonte të ishte mes dëmtimeve dhe shpesh banorët kanë kërkuar shembje të objektit dhe vazhdim të projektit rehabilitues. Pak ditë më parë ka mbërritur edhe shkresa zyrtare, sipas një vendimi të Këshillit të Ministrave, por edhe qeverisë shqiptare, i cili i ka dhënë dritën jeshile shembjes së pallatit. Është miratuar dëshpërblimi për objektin në fjalë, duke i hapur rrugën shembjes së objektit të biznesit. Tashmë në Vlorë pritet të nisë puna për rehabilitimin e godinës peskatëshe në zonën e Çoles, pjesë e lagjes 24 Maj, të emërtuar si pallati 1300. Prej dhjetorit 2019, një muaj pas tërmeti shkatërues që preku vendin, në godinën në fjalë të banimit erdhën edhe ekspertë ndërtimor, por edhe përfaqësues të institucioneve lokale, të cilët konstatuan dhe cilësuan pallatin të pabanueshëm dhe të rrezikshëm. Por megjithse u cilësua i tillë, prej vitesh ai vazhdoi të funksionojë dhe për më tepër aty jetonin familje këto të cilat fillimisht u larguan nga godina dhe më pas duke parë punimet që zvarriteshin, u rikthyen sërish dhe prej muash jetonin me frikën se mos ndërtesa shembej, i zinte brenda duke i rrezikuar edhe jetën. Përgjatë viteve, nga 2019 dhe deri më tani, në godinën në fjalë janë ndërmarrë 2 projekte, por të dyja këto projekte nuk janë realizuar, pasi firmat që kanë marrë përsipër rehabilitimin e pallatit pa shkak dhe informacion kanë ndërprer punimet.